ka të mbajti atje? A është frenke arsyeja kryesore, apo mund të ketë edhe rrethana dhe tjera? Është një prej arsyeve, po, muj me thonë. Është një prej arsyeve, edhe kum pas gjithë një farë dashnie për qatë vend, për Tiranën. Bile edhe njerëz... Ka dhënë shumë edhe artistikisht. Po, vërtet është. Edhe na kena pas si synim Tiranën, edhe niveli, shqyqyr për Zotit, tash ne ju kemi afru, nështë ando pjesë edhe ju kemi kalu me media, po një periudhë kanë qenë shumë për para, edhe i kena pas si cak me shkute ata, me ngu ata, i në rrit diqysh me Shqipninë, me Tiranën. Edhe unë mesha pjesë i vogël atër, edhe të Gjeniu i vogël, të disa festivale, edhe kum pas hala kom një dashni, bile... Je rritur në ato skena? Po, e vërtet, bile ma shumë nështë ta e lavdoj unë Tiranën, se sa Tiranësit vetë që e lavdojnë. Se normal edhe kur jeton me një vend dhe irritohesh, normal ki tendencë mi pa problematikat ma shumë se sa unë shkoj pak kështu si me një farë patriotizmi, më kapi farë ndjenje e mirë.